Partia Demokratike ka ndërmarrë një hap të ri institucional kundër mazhorancës qeverisëse, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar detyrimin e kuvendit që të pranojë ngritjen e 2 komisioneve hetimore, një për çështjen me Gonigëll dhe një tjetër për hetimin e zgjedhjeve të 11 majit. Në ankimimin e firmosur nga 38 deputet opozitar, demokratët theksojnë se rrezimi i kërkesave në kuvend përbën një shkelje të hapur kushtetuese dhe një përpjekje për të kufizuar rolin e opozitës në jetën parlamentare. Sipas tyre, vendimi politik i mazhorancës e kthen opozitën në një fasadë, një demokracie të rrem, duke hequr asaj çdo mekanizëm kontrolli mbi qeverinë. Rrëzimi me votë politike i një të drejtë kushtetuese e bën rolin e deputetëve të opozitës jo thjesht të papërfillshëm, por një fasadë e një normalitet të rrem që vret çdo ditë rregullat dhe standardet minimale të parlamentarizmit demokratik, thuhet në argumentin e depozituar në gjykatë. Opozita thekson se vendimi i kuvendit bie ndesh me nenin 77 të kushtetutës që i garanton pakicës parlamentare të drejtën për të kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore, si dhe jurisprudencën e mëparshme të gjykatës kushtetuese, e cila ka sankcionuar të njëjtin parim. Në kërkesë, demokratët nënvizojnë gjithashtu se mazhoranca ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo të drejtë parlamentare të opozitës, duke përmendur rastet kur janë refuzuar kërkesat për mocione me debat dhe interpelancë me kryeministrin apo me ministrat e kabinetit qeveritar. Tashmë pritet që gjykata kushtetuese të vendosë nëse do të pranojë shqyrtimin e kërkesës së opozitës, e cila e sheh këtë si një provë të rëndësishme për mbrojtjen e parimeve të shtetit ligjor dhe funksionimit demokrat të kuvendit.